Inxhinierja Luiza Bala është liruar nga arresti në shtëpi nga gjykata e Lezhës që rivlerësoi të premten masat e sigurisë për të dyshuarit në një hetim të prokurorisë për abuzime me tokat e ndërtimet në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin. Tokat e zeza lehtësuan masën e sigurisë për inxhinieren Luiza Bala dhe hekuran xhinën, ndërsa për ndihmës specialistin e policimit në komunitet në Shëngjin, Mardin Ndoka, u vendos rikthimi i tij në detyrë. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, e cila zgjati rreth 4 orë, pasi dëgjoi palët, gjykata vendosi ndryshimin e masës së sigurisë për Pjetër Tuçin nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Ndërkohë, ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Gentian Malotaj dhe 2 ish shefat e legalizimeve Artur Shabaku dhe Admir Maxhuni do të qëndrojnë me masën e sigurisë arrest në shtëpi. Po ashtu u la në fuqi ndalimi për të dalë jashtë shtetit për veprën penale shpërdorimi i detyrës për 2 ish drejtuesit e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Lezhë, Flori Gjini dhe Kol Malaj. Prokuroria e Lezhës pas një hetimi ngriti akuza ndaj 9 personave për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash dhe ndërtimi i paligjshëm në zonën e Ranës së Hedhun. Deri në këtë fazë hetimesh janë vënë në sekuestro 4 objekte dhe veprimet e prokurorisë po vijojnë për dokumentimin e rasteve të tjera të kësaj natyre në zonën turistike dhe përcaktimin e përgjegjësive individuale.